Zoti Shej, pse vendosit ju të largoni nga aleanca me Partinë Demokratike? Do me thënë, gati u plakët tani me këtë parti. Vit, kohë të gjatë jetuat e të gjithë, dhe më në fund të ikët dhe u bashkuat me Alibeun, bete me Alibeun në një gjë, të krijuat një emër tjetër, dhe ike nga një vend që aty mund kishe edhe një vend të sigurt për listat. Pse e bere këtë gjë? Këtë thakë më tash. Dhe jo, nuk është me kemi bërë të shie, ka që u humbën zgjedhjet e 2021 ka mendu që opozita duhet marrë një, si më thënë, trajektore tjetër. Nuk mund të jetë më po ajo me të njëjtët personazhe, me të njëjtët njerëz, dhe gjatë tyre vite kam shpresu, më thënë drejt, që nga kjo gjullurdi e madhe që prodhoi PD-ja, rrith themelim foltore, do të prodhojnë një diçka, realiteti prodhoi këtë që sot. Edhe gjykoj që këto zgjedhje ka nevojë të prodhojnë diçka të re. Kampin opozitar, pak, nëse nga pala tjetër nuk shoh një shpresë madhe. Domethënë një trajektore të re politike, disa alternativa, disa personazhe të reja. Edhe mendoj që ja vlen kjo punë, kjo lloj sakrifice, plus që me këtë pjesën tjetër nga kanë ndarë gjatë se periudhë gjëra shumë të rëndësishme, sidomos raporti përqasja ndaj ligjit zgjedhor, ndaj sistemit kushtetuese politik përgjithësi, po sidomos ndaj ligjit zgjedhor që e tepruan fare, bën një marrëveshje të ulët me Partinë Socialiste, vetëm u vetë siguru me hyrë në këto mbrellë në vogël të listave të mbyllura, dhe e tradhun, si më thënë, çështjen opozitare, që kishe nevojë për i ligj tjetër, që kishe nevojë për maksimalizim të votës opozitare, ta thosh ti puqë të gjithë faktorët, këto zgjodhën rrugën që kush është me mua e fusim ke kjo. Çadra e vogël nuk ka rëndësi humbet fitohet. Kështu që gjykoj që në këtë moment nuk ja vlen më u marr me atë pjesë, hajde të bëjmë rrugën tonë, sa gjatë, malor është. Edhe shtegu është shumë i ngushtë. Por ja vlen. A do fitojmë, a do jo dalim, mund të them që po. Kuptoti në një farë mënyrë. A është kjo një shpresë për opozitë? Shpresë e madhe. Bile se edhe për të fituar zgjedhjet, nëse do fitohen, hipotetikisht, nuk është rrugë e lehtë, por unë gjykoj që ka ardhur dita se 12 vjet më e ka tepruar e para punës, e dyta gjykoj që vetëm këto lloj forcas alternative mund ta marrin atë vot që sigurisht nuk voton më as Berisha, as Met. Edhe kjo është formula ndaç morale, ndaç elektorale, ndaç matematikore, unë nuk shikoj shtek tjetër për të fituar bloku opozitar. Pastaj mbas zgjedhjeve e shikojmë, hajde i rinegociojmë pozicionet, do shikojmë populli do të tregojë sa çmon njërin, sa çmon tjetrin, sa vota do marrin njëri, do marrin tjetri. Prandaj morëm këtë vendim. Ta thash është i maturuar në shumë vite, këtu s'kam pas nevojë fare për asnjë lloj dyshimi. Këto që thotë jo ofertat që hajde gjedhet i një vend aty, besoj që nga gjithë të aleatët në parë do të kishe. Të thirën të thonë, hajde brenda të thesi madh. Nuk më hynë në punë, të thash politikisht, jërë Shqipëri si hynë punë, mu vetë personalisht, edhe në qofë se larkë qofë nuk u fitoka, nuk u bëne i qamet i madh, po kur hikën si burrat paktën, me mendjen tënde, me ide tuaja, me kontributin tatë, kush da kuptoj e ka kuptu, kush kupton si zorë që do të kuptojmë, mbas ka që viteve opozitare, mbas gjithë kësajt gjullurtie. Do shta këta e kuptojnë, dashi dhe ju bënë si kur s'kuptojnë. Nëse më aty ka dhe tri që e gjykojnë kështu që ne po hymë, sigurojmë një vënd, nesër do ndodhin gjëra tjera, sigurojmë karrierën, do investojmë. Moralisht për mu kanë gabu. Që kur bën atë ligj, që kur janë dakord me Partinë Socialiste, për të shtrënguar radhët, dhe me thëmë për qarë kryetarit, ma shumë për të siguru vetë në vete, me thëmë drejtë. Edhe ju e keni pa dhe kualitet në listave dhe gjithë, dhe ku të qënë ajo lloj liste, ajo duket a gjashtë i qare fare atje, por gjithsesi unë si opozitar do bëj timen, sa do marri kjo që thatë ju ai koalicioni djatha, unë besoj që do marrim me rezultat pozitiv. Një simpati popullore kemi, s'kemi kapacitetet mëdha organizative,
Unë do kisha dash, kam 6 muaj që bëj luft ma qëmë 1 vit, që edhe kolegët tjerë opozitarë Një pyetje tjetër ka mund të thjesht që ti i thire ti këta, që bët këtë 1912-ën, dhja tha si 1912, apo të thirën ata ty? Jo, së që puna asë më thrinë ata, unë ka një vit që i thras të gjithë nga televizioni, kam 2 vjetë, mendova që jam brita, të shi para viti 3. Tani ç'është kjo? Që t'ishin dhe këto tjerët. Rezultati është ky që është. Kjo është një histori. Ç'është kjo djatha si 1912 tani? Djathas janë ky grupi Alibejt. Galibeja. Po, kanë dash t'i vej një emër nosha i qik që t'kishe i loj tingulli, kuptoti ajo, por koalicioni quhet djathas për zhvillim. Kemi poj 2 emrat e partive. Bashkën bashkuar 2 emrat dhe quhet Partia për zhvillim. Se ka që nuk kanë bashkuar, ka që nuk i kanë bashkuar emrat e tonë dhe kanë vajtur dhe i ka përpirë njeri emër. Qiko, edhe... Ta pyesim për një pjesë tyre... Sigurisht që mu më kanë bërë më kanë dhënë një përgjësi, më kanë bërë nderë, sepse atje në fletë votimit dhe lemrim. Edhe koalicionin, si me thëmë, politikisi, imazhe, drejtoj unë, se quhet djathas për zhvillim, Dashamir Shehi poshtë, si quhet ajo madhështore, me Berishën poshtë. Tani unë kam dhe një dhe do të kolegit... është edhe nderi, edhe turpi im për rezultatin. Rezultati, e? Turpi nuk e se ti, po qatë turpi tani se po në... Në këtë kuptimi... Ata të tjerë të kanë ngrënë turpin me bukë. Në këtë kuptimi, në qofë se nuk i mbrim ato, aty ku e kemi vënë stegën tonë, sigurisht që bje mu një përgjësi, se të thash kam vënë emrin tim atje. Edhe modestisht vetë janë... Para se ty 2 kolegët, unë kam një pyetje tjetër dhe nga që ti e njeri shumë i hapur, do të bëj se të tjerëve nuk e u bëjkte. Ju keni qenë deputet në shumë legislatura, i nderuar, i respektuar shumë, i ipni mjetit që ju qoj unë në shtëpia me makinë këtu, dhe vini në një katin e 5 kos ndërtes, objekt të Shkosën Verogjës, në ato që ju ka rënë dhe tu, atje ke mbetur. Dhe keni kandiduar dhe suksesshëm e gjitha edhe në përfaqësues i qeverisjes e gjitha. Tani pse kandidoni prap, nuk u lodhe Pyes shumë hapur. Nuk u lodhe dhe të meresh me këta tani. Ti do kthehesh prap aty do me... Shiko, me thonë bravo. Unë them, unë e kam pasion këtë punë. Po ta kisha për përfitim, do i rrisha dhe unë ke kjo lagje. Ta thash atë që vitet e kati 5. Kuptoti ajo. E kam pasion edhe, si të thush, në i farë mënyrë na u bë, për te pasionit që t'jem edhe i sinqert na u bë si profesion. Legje ka jeri kam thëmë, biles diku, për të qenë që është pak që e të pru me kjo sinceriteti, që i kam thënë që unë të shinë këtë mosh, masi i kam investu 35 vjetë aty, kam frikë që zdi të bëj dhe gjë tjetër, kuptoti është. Unë nuk mund të them. Është si të na eqin ne nga media në tonë. Edhe kjo tani thotë... Në një farë mënyre, me gjithat e të thashë, unë gjykoj që mirë për keq kam dërtu një lloj karriere në këtë punë, ja vlen që të kontriboj akoma të lodhem dhe i herë, nuk e më shef, po të them. Ja vlen të lodhesh prap në këtë vend, ja vlen kjo gjithë? Po, ja vlen, them mund që ja vlen, edhe sidomos këtë rallë ja vlen. Pse ja vlen këtë rallë? Njerë për balë kemi një njeri që mbasi ka ne 12 vjetë pushtet, dënë të rridhe 4 tjera, po të shofësh ato afatet, i vend 2030 që i bit edhe një mandat tjetër. Dhe me thënë të marshat kegjen e Putinit e këto tjerëve që janë në përbotë. Atit, edhe je u bë për erë 7 atje në Bielorusi. Kemi këtë përballë dhe duhet ngrem dorë kundër të gjithë shqiptarë. Po kjo do kthehet prapë? Pastaj, po, edhe këtu jemi prapë në një situatë pathuajse në limitet e groteskut politik ti. Basi e ke provu 8 vjetë atje, 8 vjetë tjera, ty pretendon për herë të tretë, kupto, sigur ti e drejta e vërteta absolute, jashtë teje, s'ka demokraci, nuk ka opozit, nuk ka Shqipëri, edhe kjo është të prume. Prandaj them që ja vlen të në një farë mënyrë të i hymë kësa detit në këmbë, kam thënë, me gjithmonë kjo është i detit në këmbë, por ajo pjesë shqiptarëve që besoj që do jetë një 20 deri 30%, që gjykojnë për te jashtë tifozlikut partjak.
Kupto? Që gjykojnë me i lloj arsye normale, që mund votojnë, duhet kenë ku të votojnë, këtë rralli kanë disa alternativa. Nuk i pëlqej dashi, po të votojnë dashin tjetër, edhe ku e diun të votojnë ato të rit. Kanë mundësi shqiptarët, nuk kam pse qajnë ma, po ku ta qojmë votën? Qoj pra ku të dush. E di që një pjesë e votën me këtë ligj të keq, do të humbet, por sinjali politik do mbetet. Se këtu mund të bëhen 200.000 vota, dhe jam i sigur që të bëhen 200-300.000 vota të këtyre grupeve opozitare, dhe ndoshta deputet mund të prodhohen 15. Por ama sinjali politik që gjysma opozitës shqiptare ka votu grupe tjera politike, kjo do të mbetet. Dhe unë, tash kam dhe një shpresë unë këtë mes që ndoshta me këtë lloj formule mundim edhe Edi Ramën, pse që i ka koha jo për ta mund, po për ta stër mund. Por ta thash me që nuk patëm një investim për të mund Edi Ramën në 4 vjetë më radhë, po u investuam për të mund njëri tjetrin. Kush kontrollon opozitë që që një humbje e madhe, them gjithsesi prapë ruaj një entuziazëm, sepse them një pjesë e popullat. Kam dhe i shpresë ke emigracionin, duke qenë njerëz pak më të lirë se ne, për 1000 arsye, që s'kan dhunën në shtëpinë, që s'kan taksat në shtëpinë, se nuk i trem administrata, se jetojnë në një habitat politik më të kultivuar, më të emancipuar, se joni mund votojnë si njerëz më të lirë, se sa shqiptarët në presion e qeverisë, edhe do të bjen një numër votesh konsiderueshëm, sidomos për këtë bllokun tonë.